themi, i pret gjithë liderët evropian. Unë thash që përpara nuk ka fasada është që mbulon atë që është realiteti këtu tek ne. Nëse më pyet për Kosovën, pastaj aty është një gjendje tjetër, mendoj unë, e ndryshme në një farë kuptimi, por nuk po flas për Kosovën tani sepse është një tjetër diskurs, do thoja, po besoj se edhe në Kosovë ekziston ky lloj paradigme, do ta quaj, ku përgjithsisht politikanë shqiptarë dhe historikisht kjo nuk është tani, janë legjitimuar me të huajt, është si më thënë si pjesë e perandorisë, ku këta janë ata mbretërucit e vegjël në krajinat e ndryshme, në periferi ku mbretërojnë, dhe gjithë pushtetin ja u jep lidhja që kanë me perandorinë, si me thënë, dikur ka qenë perandoria osmane, dhe shqiptarët që udhëhiqnin këtu vendin, ata bajraktar apo ata ajan, si quheshin për më herët, sundonin këtu, bënin çdo gjë sepse i jepnin shërbimet e tyre, i çonin ushtar Stambollit, kupton? Tani janë forma ndryshme, po kështu ka vazhduar dhe në shekullin e 20, historia jonë. Gjithmonë politikanët në vend që të punojnë për popullin, kanë edhe të marrin legjitimim nga populli, e kanë marrë